që dje me uraganin e tyre të fuqishëm në kryemëritjen tonë paqësore i kallën datën dhe të merrin narkoregjimit Edi Rams. Të përshëndes përzemërsisht herojt tanë në qelitë e komisariateve, të cilët përballë torturave çnjerëzore, goditjeve shtazore që moren nga narkopolicë të droguar, qëndruan të pamposhtur dhe nuk pranuan të japin asnjë deklarat, si çdonin banditët që i arrestuan. Dënoi me forcën më të madhe dhunën ndaj protestuesve dhe dhunën e hapur të programuar ndaj drejtuesve kryesor të Partisë Demokratike dhe deputetëve të kësaj partie, të cilët ishin absolutisht që të gjithë në protestën më paqësore dhe po jepnin kontributin më të madh për ruajtjen e karakterit paqësor të protestës, të cilën bandit me uniform, narkokomisar të tipit Skënder Balluku, Sokol Bespreri, Anton Pallushi dhe Dashi Operacionales bën gjithçka për ta shndruar atë në një protestë të dhunshme. Për këtë qëllim, në mënyrë të programuar, ata përdoren një armë me fuqi të njohur letale, siç është spraj kundra ariut, i cili është 10 herë më i fuqishëm se sa spraj që përdoret kundër njerëzve. Përdorimi i këtij spraj përbën një krim, një vepër të rëndë penale dhe është i ndaluar në të gjitha konventat.